3 javë pas hapjes së procedurës, është anuluar tenderi që do të renovonte kampin e njësive speciale në Zymerin në Mitrovic, për gjendjen e së cilit kishte raportuar ekskluzivisht Vox Kosova. Vendimi është ndërprer edhe pse kishte ofertues që kishin dorëzuar ofertat e tyre. Krejt kjo për një gabim të vetë policisë së Kosovës, të cilët kanë konstatuar se dokumentacioni i tenderit përmbante specifikime teknike të pasakta për një produkt të listuar në dosje. Problemi lidhet me artikullin silikon sanitar antimyk, rezistent ndaj kimikateve dhe temperaturave nga -50 gradë Celsius deri në +120 gradë Celsius. Ku është vendosur një kërkesë teknike që sipas vlerësimit të komisionit nuk rezulton e disponueshme në treg. Kjo ka bërë që procedura të mos vazhdoj dhe kontrata të mos lidhet. Pra, edhe një dështim tjetër nga institucionet që të renovohet ky objekt i ndjeshëm i sigurisë shtetërore, për shkak të gabimeve elementare teknike. Në ndërkohë, gjendja e tmerrshme e kushtet pabesueshëm të rënda në kamp vazhdojnë.